Besoj që s'pari që të jemi qarë, ma tepër për opinionin publik. Sot një muj ka pas deset, ka pas afat, më thjesht sa onca, dhe në këtë drejtim jemi sipas ligjeve. Ka ndodhen 5-6 onca, 7 së ndodhen. Kështu që se po shoh një farë konfuzioni. Vendi i Kosovës ka pas për obligim në mujt më thirr, një muj afat, ju e dini tash sa onca jemi duke mbajtur, në këtë drejtim jemi në rregull. Një gjë është e qartë. Duhet të krijohet shumica parlamentare e cila zgjedhë kuvendin dhe qeverinë. Shpresoj që mjaftueshëm janë është parë dhe është testuar. Dhe po besoj që duhet të reflektohet e ndargadalë, do të ketë kapacitete për të ndërtuar një shumicë për t'ia dhënë Kosovës një shumicë qeverisë, e cila reflektohet edhe në parlament edhe në qeveri. Nëse ju thret zëni Osmani në takim për të diskutuar, a shkoni? Sigurisht që po. A duhet sipas ju ta thrash në takim? Jo, unë mendoj që s'kam nevojë. S'kem nevojë, jemi në afate, çdo sa jemi në afate, kjo që duhet reflektim për ndërtimin e institucioneve. Mendoj që presidenti këtu ende s'ka lënë.